Ato kanë qenë çifti më i komentuar në Median Roz, por flasin për Ervin Saljanjin dhe Grita Dumën. Edhe pse për shumë vite e mbajtën të fshehtë lidhjen e tyre, më në fund të dy e pranuan në një studio televizive ndjenjat që kishin për njëri tjetrin. Duket se diferenca e moshës nuk kishte as pak rëndësi për çiftin që filluan bashkëtesën, por kur nuk pritej, Grita konfirmoi ndarjen nga Ervin Saljanji. Ajo që i bashkoi u bë dhe arsyeja e ndarjes. Politika i bashkoi, politika i ndau. Por çfarë po ndodh tani me jetën e Ervin Saljanjit? Edhe pse nuk ka gjetur ende rrugën e duhur, ai po tenton që të jetë në krye të Partisë Demokratike, ndërsa nga jeta e tij private ka zhvillime të reja. Saljanji ka hedhur pas krave historinë e dashurisë me Grita Dumën dhe duket se ka gjetur përsëri dashurinë. Burime pranë ish-deputetit bëjnë me dije se vajza me iniciale RS ka kthyer stabilitetin emocional të Ervin Saljanjit. Çifti janë parë bashkë në ambiente private. Partnerja e tij ka mbaruar studimet për drejtësi dhe është vajza e dy prindërve intelektual shqiptar që kanë qenë pjesë aktive në sistemin e drejtësisë shqiptare. Partnerja e tij ka një studio të fuqishme ligjore dhe ka shprehur dëshirën që të bëhen prindër sa më shpejt. Jeta ka etapat e saj dhe në fazën që jemi, unë mendoj se është momenti i përshtatshëm për të bërë prindër. Stafi i Vjosa TV i uron jetë të lumtur çiftit.